Në një histori, në një luftëtari që ndoshta edhe sot dhe tutje ju ka lënë gjurmë kur ju ka ndodhur diçka gjatë luftës? Po, kam shumë kujtime, të cilat i veçoj, por një kujtim që nuk do të harroj asnjëherë në mendjen time do të mbetet kujtimi që njëherë ishim në vijën e frontit në Gërgoc, du shkoj, afër aty Jabllanicës që banonim aty në shtabin qendror. Dhe kur ishim duke ndajtur aty, kishim atë ditë ndrimin të shkojmë në pozicione, shkuam në pozicione dhe nga afër në distancë i kishim forcat serbe. Dhe një shok bashkëluftëtar ra në istikam në rraf tash ta quajmë në pozicion. Dhe sapo hyri aty e dëmtoi këmbën se ra në minë befasuese. Dhe u gjinda shumë pranë tij dhe ndihmova edhe shëndimën e parë. Arrita t'ja ndonë gjakderdjen në mënyrë ashtu si ishim mësuar vetë, pa profesionin e mjekës, dhe e dërguam deri në spitalin ushtarak aty afër. Ai ishte luftëtari Hisen Mehmeti, ishte ekonomist i diplomuar, i cili gjatë rrugtimit për në Shqipëri përsëri mbet në pritin kusit armikut edhe vritet. Ka qenë një ushtar shumë i fortë, shumë i qëndrueshëm, edhe momentin që s'do të harroj kur është amputimi i këmbës së tij, kur unë e mbaja këmbën dhe doktori Ali Berisha me pa anestezion amputonte. Do të thonë është një moment që s'e harroj kur. Ka dhe rastet e tjera që kujtoj edhe një rast në ora 2 të natës. Ishim fletur në një kasollë, kam një foto këtu, në një kasollë në deg breje, isha ato breje. Këtu është një vend i quajtur bredhisht në Jabllanicë Shqiponjën, ku në ora 2 të natës isha fletur dhe kisha vetëm këtë batanije këtu. Erdhën disa ushtarë dhe po kërkojnë mësuese, ku është mësuesja? Edhe në gjumë shumë të lehtë, dhe më njerë, çfarë po ndodh? Sa hajde shpejta se kanë rënë mina 2 ushtarë. Edhe ju çu, po thanë na vjen edhe i batanije. Edhe bataninë time që e kisha, jam dhash për me marrë atë vikun për me bardh plagosurin. Kur shkova ishte Ramu Kaj kafshati Ratishi komunës së Deçanit, i cili ishte dëmtuar shumë në mina befasuese, edhe shkova të trajtoj plagët e tinaj, nga e kthejsha trupin e tij, gjak ishte tërë dy natës, nuk kishisha as ku ka plagë, sepse ishte i bërë mbuluar i tërë me gjak. E fatmirësisht ai sot është qallë, jeton, edhe ka kriju familje, është shumë mirë, vjen mirë që ka pas fatin ymrin, që thënë ne ymrin kush e ka.